تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Gjithë lavdia I takon vetëm Allahut, ata e lavdrojmë dhe shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë e udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe kë e devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, Ti je I pastër, I lartësuar dhe I pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar Ti, në të vërtetë Ti je I gjithdituri, I urti. O Allah, na e bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na e mëso atë që na bën dobi, na e shto diturinë, na e përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me leximin e librit dhe shpjegimet në lidhje me këtë libër, që quhet Ad-Durusul Muhimme li Ammatil Ummah, që do thotë mësime të rëndësishme për masat e përgjithshme të umetit, të autorit Sheikh Abdulaziz ibn Abdillah ibn Baz, I cili ka vdekur në vitin 1420 të Hijretit. Allahu e mëshiroft dhe e falt atë, Allahu na falt ne, prindrit tanë, dietarët tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët të gjallët dhe të vdekurit. Edhe më tutje jemi të ky mësim që ka të bëjë me shtyllat e imanit. Arkanul iman, shtyllat e imanit ose bazat e imanit, dhe folëm për bazën e parë, e cila është baza më e rëndësishme dhe që është themeli I të gjitha bazave dhe të gjitha shtyllave, që është besimi në Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe treguam se besimi në Allahun përfshin tauhidin, veçimin e Allahut në rububie, pra në zotrim, në emrat dhe cilësitë e Tij dhe në adhurim. Edhe për këtë do të flasim përsëri më vonë me lejen e Allahut më gjerësisht. Bazat tjera të imanit, edhe 5 baza tjera, vazhdojnë në vazhdim, ka thonë autori rahimahullah wa malaikatihi, do të thonë dhe besimi në melajket e Allahut. Kjo është baza e dytë ose shtylla e dytë e imanit. Dhe besimi në melajke, do thotë bëhet duke qenë bindur se melajket janë krijesa prej krijesave të Allahut dhe janë një prej ushtrive të Tij. Ata nuk e kundërshtojnë Allahun në atë që I ka urdhëruar dhe veprojnë vetëm atë që urdhërohen. Numrin e tyre nuk e di askush përveç Allahut që I ka krijuar, subhanahu wa ta'ala. Besimin me melajket përfshin 2 aspekte, besim të përgjithshëm dhe besim të detajuar. Besimi I përgjithshëm është të besojmë në përgjithësi për melajket, këto që thamë, se janë krijesat Allahut, se janë të krijuar që të adhurojnë Allahun dhe se kanë emra të veçantë, kanë cilësi me të cilat përshkruhen melajket, kështu në përgjithësi, si I ka përshkruajtur Allahu subhanahu wa taala në librin e Tij dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sunetin e Tij. Do të thonë në përgjithësi besojmë se numri I melajkeve është I shumt, I madh, dhe besojmë se do të thonë kanë ata emra, kanë cilësi dhe prej cilësive të tyre, do të thonë e përbashkët, është që janë të krijuar prej drite, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wa khuliqatil malaikatu min nur. Khuliqatil malaikatu min nur. Do të thonë melajket janë krijuar prej dritës. Dhe janë krijesa që
e adhurojnë Allahun, nuk ndalen dhe nuk bezdisen, vazhdimisht e lartësojnë dhe madhrojnë atë, i bëjnë ibadet dhe veprojnë vetëm sipas urdhrave të Allahut, nuk kundërshtojnë asnjë urdhër. Këto janë në përgjithësi cilësitë e përgjithshme të melaikeve. Prej cilësive të veçanta, ose përpara se të kalojmë te cilësitë në lidhje me emrat, do të thënë besojmë në këtë përgjithësi dhe besojmë se ka edhe melaike të caktuar me emra të caktuar, prej tyre Xhibrili alayhis salam, Mikail, Israfil, Malik, që është roja i xhehenemit, Munker dhe Nakir, që janë ata që vinë për pyetje në varr, dhe melajket të tjerë, do të thënë që janë rojtarët e xhenetit e kështu me radhë. Do thotë ata emra që janë përmendur me argument në Kur'an dhe Sunet, i besojmë ashtu si janë përmendur në detaje. Kurse ato që nuk janë të përmendur në Kur'an ose në Sunet, i besojmë në përgjithësi dhe nuk hymë të flasim për emra të caktuar të melaikeve ose për cilësi të caktuara, pa pasur argument nga Kurani dhe Suneti, sepse melaiket janë në botën e ghaibit dhe mënyra për të arritur të njohja e ghaibit është vetëm një, është vetëm përmes shpalljes. Do të thënë ajo që ka ardhur në shpallje, atë e dim, atë që është në Kuran dhe në Sunet. Përndryshe, nuk dim, do thotë, nuk ka ndonjë mënyrë tjetër për të arritur deri te kjo dituri. Dhe melaiket në përgjithësi kanë emra të përgjithshëm, pra një prej emrave është melaike, që është shumës i fjalës i emrit melek, dhe melek, kam thonë, rrjedh prej eluke, do të thënë prej fjalës eluke, që do të thënë dërgim. Pra melaiket janë të dërguar të Allahut për punët që ua ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Prej emrave të melaikeve në përgjithësi është El Kiramul Barara, do të thënë pra të ndershmit, bamirësit, Rusulullah, të dërguarit e Allahut, Es-Safara, do të thënë që janë ndërmjetësit, pra për ta bartur mesazhin e Allahut dhe për t'i bartur urdhrat e Allahut, ata që udhtojnë vazhdimisht mes krijesave dhe Allahut. Kështu do thotë në përgjithësi këto janë disa prej emrave të melaikeve. Prej cilësive të melaikeve, pra si tham, besojmë në përgjithësi për cilësitë e tyre që janë të përmendura të përgjithshme në Kur'an dhe Sunet, dhe besojmë në veçanti për ato cilësi që janë përmendur për melaike të caktuar. Pra është përmendur prej cilësive të melaikeve, është për shembull Xhibrili alayhis salam, që është prej melaikeve të mëdhenj, për bardhësit e arshit, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më është lejuar të flas për njërin prej bardhësve të arshit. Dhe ka thënë nga e buta e veshit të tij, do të thënë ajo pjesa e poshtme e veshit, deri te supi i tij ka udhtim 700 vjet. Do të thënë madhësia e njërit prej melaikeve që janë bartës të arshit, është kjo madhësi. Do të thënë që nëse fluturon një prej shpezëve nga supi i atij deri te e buta e veshit, do thotë duhet të fluturojë 700 vjet për të arritur. Kurse kuptohet njeriu si është, do të thënë nëse qëndron një shpend në supin e tij, arrin edhe përmi veshin e tij. Edhe ky hadith tregon se këta melaike kanë vesh, edhe buta e veshit është përmendur dhe supi, e kështu me radhë, do thotë këto janë prej cilësive të veçanta. Edhe gjithashtu prej cilësive të përgjithshme janë se kanë krah. Ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Do thotë Allahu i ka bërë melaiket të dërguar që kanë krah nga 2, nga 3 dhe nga 4. Dhe për Xhibrilin alayhis salam në veçanti ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kanë parë Xhibrilin në formën e tij në të cilën e ka krijuar Allahu dhe kishte 600 krah.
prej secilit krah binin mrekulli, margaritar, rubin, do të thonë që nuk di të përshkruaj askush dhe ato i di vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Do të thonë cilësitë të tjera që janë përmendur në Kur'an dhe Sunet. Do thotë ato që janë përmendur në përgjithësi i besojmë në përgjithësi për melaiket. Ato që janë në veçanti i besojmë në veçanti dhe nuk e kalojmë për këto çështje Kur'anin dhe Sunetin. Përndryshe, melaiket janë krijesat Allahut, të cilët Allahu i ka krijuar për që të adhurojnë ata. Dhe ata janë robër të mirë, bamirës, robër të Allahut subhanahu wa ta'ala, e adhurojnë Allahun dhe nuk janë që të adhurohen. Nuk lejohet asnjëherë që të adhurohen melaiket. Ky është një prej devijimeve të mushrikëve që i adhurojnë melaiket dhe ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala se ata në ditën e gjykimit Allahu do t'ju thotë melaikeve, a këta ju kanë adhuruar juve, dhe ata do thonë i lartësuar jeti o Zoti ynë, ne ti je mbrojtësi ynë dhe ti je miku ynë në të cilin do të thonë e duam dhe i bindemi, dhe jo ata. Pra nuk kemi lidhje me ata që kanë bërë shirk. Dhe thonë se ata i kanë adhuruar xhinët dhe shumica e tyre aty ju kanë besuar atyre. Thotë kush adhuron tjetër kënd përveç Allahut, realiteti është se ai e adhuron shejtanin. Do thënë prandaj melaiket distancohen, pejgamberët distancohen prej atyre që i adhurojnë ata. Pra nuk lejohet të adhurohet askush prej melaikeve dhe askush prej pejgamberëve. Gjithashtu prej devijimeve të mushrikëve në lidhje me melaiket është se kanë thënë që melaiket janë bijat e Allahut. I lartësuar është Allahu nga kjo. Dhe ja kanë përshkruajt, do të thonë, i kanë përshkruajt Allahut fëmijë në përgjithësi, i kanë përshkruajt prej pejgamberëve ose prej melaikeve, kanë thënë se janë fëmijë të Allahut. Kanë thënë, thot Allahu i lartësuar, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Pra ata kanë thënë, i gjithëmëshirshmi ka fëmijë. Subhanahu bel ibadun mukramun. Pra i lartësuar është Allahu, i pastër nga kjo akuzë dhe nga kjo emet, por ata, do të thonë melaiket dhe pejgamberët, janë robër të ndershëm dhe të nderuar. Dhe kjo është gjendja e tyre, se janë robër të Allahut dhe janë të nderuar nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Melaiket, prej cilësive të melaikeve është se nuk hanë, nuk pinë, nuk martohen dhe nuk shtohen, do të thënë nuk lindin. Prandaj gjithashtu edhe nuk përshkruhen ata me gjini, femrore ose maskullore, do thotë në të kundërtën e gjendjes së njerëzve dhe xhinëve. Njerëzit dhe xhinët kanë meshkuj dhe femra dhe martohen dhe lindin dhe shtohen, kurse melaiket i ka krijuar Allahu subhanahu wa ta'ala ashtu si janë, do të thonë me krijesë përfundimtare. Nuk janë që rriten ose zhvillohen e kështu me radhë, por siç i ka krijuar Allahu, ashtu janë dhe i ka krijuar për punë të caktuara. Gjithashtu melaiket duhet ta dimë se melaiket vdesin, si edhe të gjitha krijesat. Kurse ai që nuk vdes është vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Ai është i gjalli, i përhershëm, pa fillim dhe pa mbarim, dhe çdo kusht tjetër përveç Allahut, do të thonë do të vdes dhe do të shkatrohet, ka thënë Allahu i lartësuar, kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Do të thonë çdo gjë që është në të, çdo gjë që është në botë, do të zhduket dhe do të humbë dhe mbetet vetëm Allahu, fytyra e Allahut, që është plot madhështi dhe nderim. Gjithashtu prej cilësive të melaikeve është se shndrohen në forma të krijesave të tjera dhe shndrohen në forma të krijesave më të bukura. Ata në vetvete janë, do të thënë, krijesa të bukura dhe janë shembull për bukuri, edhe shndrohen në krijesa të tjera, siç përmendet që kur kanë ardhur te Luti alayhis salam kanë qenë në formën e djemve të bukur,
Prandaj ka thënë Allahu: "Walamma ja'at rusuluna Lutan si'a bihim wa daqa bihim dhar'a wa qala hadha yawmun 'asib." Do të thonë kur erdhën të dërguarit tan te Luti, ai u ngustua prej tyre. Edhe u ndje, do të thonë, në siklet të madh dhe tha, kjo është ditë e vështirë. Do të thonë pasi e ka parë bukurinë e tyre dhe e ka ditë moralin e shkatruar të popullit të tij. Do të thonë kurse këta kanë ardhur si musafir tek ai, do të thonë është ndjer keq. Po ashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala që kur i ka shku Xhibrili alayhis salam Mariamës alayhas salam, ka thënë, thot Allahu, fatamathala laha basharan sawiya, dhe ju shndrua asaj si një burr i plot, do të thonë i përsosur. Gjithashtu kur kanë ardhur te Ibrahimi alayhis salam, kanë qenë në formën e musafirëve. Pra, si thot Allahu, hal ataka hadithu dhayfi Ibrahim al-mukramin, do të thonë, a të ka rritur lajmi për musafirët e nderuar të Ibrahimit. Idh dakhalu alayhi faqalu salaman, qala salamun qaumun munkarun. Do të thonë, kur kanë hyrë tek ai edhe i kanë dhënë selam, dhe Ibrahimi alayhis salam e ka kthyer selamin dhe ka thënë, jeni njerëz të panjohur. Do thotë, pra me lajket shëndrohen dhe ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Xhibrili alayhis salam në shumë raste ka ardhur në formë të njeriut, ndonjëherë në formën e njërit prej sahabeve që e ka pas emrin Dihje el-Kalbi radhiyallahu anhu, ndonjëherë në formë të një njeriu që nuk e kanë njohur sahabët, siç është hadithi i njohur i Xhibrilit alayhis salam. Numri i me lajkeve është i madh dhe nuk e di atë numër askush përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Do të thënë, kjo është gjithashtu një prej cilësive të përgjithshme, ose prej çështjeve të përgjithshme për t'i besuar me lajket, se numri i tyre është shumë i madh. Dhe ajo që e vërteton këtë është hadithi i Isras dhe Mirajit, ku tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka parë një shtëpi ose një tempull, El Beitul Ma'mur, dhe ka pyetur Xhibrilin alayhis salam çka është kjo. Ka thënë, kjo është El Beitul Ma'mur, do të thonë quhet El Beitul Ma'mur, në të falen çdo ditë nga 70.000 melaike, dhe kur dalin nuk kthehen më asnjëherë në ta. Edhe kështu që kur i ka krijuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Do të thonë çdo ditë nga 70.000 melaike që vinë vetëm një herë për të falur në këtë shtëpi. Dhe gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në ditën e gjykimit sillet xhehenemi, i cili ka 70.000 litar ose 70.000 zinxhir. Dhe secilin zinxhir e tërheqin 70.000 melaike. Domethënë ky është numri i madh i melaikeve, por ky është numri i caktuar. Kjo është një prej detajeve. Domethënë numri i melaikeve që do ta sillin xhehenemin është në këtë mënyrë. Numri i melaikeve që e bartin arshin në ditën e gjykimit do të jetë 8. Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin 8. Domethënë atë ditë arshin ose fronin e Zotit tënd do ta bartin 8. Rojet e xhehenemit janë 19 dhe ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladhina kafaru. Dhe numrin e tyre e kemi bërë vetëm sprov për ata që nuk besojnë. Kjo është shkurtimisht për besimin në melaike. Si tham, melaike, gjithashtu lidhja mes melaikeve dhe njerëzve është lidhje e përhershme, që kur krijohet njeriu në barkun e nënës dhe pastaj në fazat e ndryshme të zhvillimit të embrionit, është Allahu dërgon melaiket, të cilët kujdesen për të edhe e bartin nga njëra fazë në fazën tjetër. Pastaj kur i shkruhen çështjet e jetës së tij, Allahu i dërgon një prej melaikeve, e kështu me radhë, dhe në vazhdimin e jetës ka prej melaikeve që prej atyre të veçantëve dhe me emër të veçantë dhe me obligim ose detyrë të veçantë, është shkrimi i veprave të robërve. Edhe në lidhje me veprat, pra kemi besim të përgjithshëm, se melaiket kanë
vepra që u ka caktuar Allahu dhe punojnë sipas urdhrave të Allahut, ata adhurojnë Allahun dhe e madhrojnë natë e ditë dhe nuk bezdisen, dhe nuk ndalen, dhe nuk lodhen. Dhe prej veprave të veçanta, për shembull, ka prej me lajkeve që janë të ngarkuar me bartjen e shpalljes deri te pejgamberi e Allahut. Dhe ajo është Xhibrili alayhis salam, si ka thënë Allahu, nazala bihi ar-ruhul amin. Do të thonë, atë e ka zbritur shpirti besnik. Ala qalbika litakuna min al-mundhirin, do të thonë te zemra yte që ti jesh paralajmërues ose ti lajmërosh njerëzit. Dhe prej veprave të melajkeve është gjithashtu, thot ka melajke që janë të ngarkuar për sjelljen e shiut, për bartjen e shiut. Ka melajke që janë të ngarkuar për marrjen e shpirtrave të njerëzve. Kul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum. Do të thonë thuaj, ju a merr shpirtin meleku i vdekjes, angjëlli i vdekjes, i cili është ngarkuar për ju. Dhe ka prej melajkeve gjithashtu që janë të ngarkuar për t'i shkruar veprat e njerëzve. Edhe ata, do të thënë vazhdimisht, qëndrojnë. Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa inna alejkum la hafidhin kiramen katibin. Do të thënë, ju keni rojtar, që janë shkrues të ndershëm, ose shkrues fisnik. Dhe ka thonë, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Do të thonë, çdo fjalë që e flet, përmi të ka një mbikëqyrës preciz që shkruan çdo gjë. Kjo do thotë lidhja mes melajkeve dhe njerëzve është e përhershme në përgjithësi. Dhe lidhja mes melajkeve dhe besimtarve është lidhje e veçantë dhe dashuri e veçantë. Do të thonë, besimtari i do melajket për shkak se i kanë këto cilësi, se janë shpirtra të pastër dhe krijesa të pastra që e adhurojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe melajket gjithashtu i duan besimtarët dhe kanë dashuri, i mbrojnë besimtarët me urdhrin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Si ka thënë Allahu, lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Do të thënë, njeriu ka mbrojtës nga që e mbrojnë prej përpara dhe mbrapa, e mbrojnë, e ruajnë me urdhrin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe gjithashtu, melajket kanë dashuri për besimtarët dhe luten për ta. Edhe si ka thënë Allahu, ata që janë pranë Allahut e lartësojnë Allahun dhe wa yastaghfiruna lilladhina amanu. Do të thonë, dhe bëjnë istighfar, i luten Allahut për faljen e mëkateve për besimtarët. Po ashtu një prej veprave të bukura të melajkeve është që i kërkojnë mexhliset e diturisë. Do të thonë, aty ku mblidhen njerëzit në shtëpitë e Allahut, që ta përmendin Allahun, ta mësojnë librin e Allahut dhe ta mësojnë fenë e Allahut. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baytin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Do të thonë, çdo herë kur një grup i njerëzve mblidhen në një prej shtëpive të Allahut, në një xhami prej xhamive të Allahut, ku e lexojnë librin e Allahut dhe e mësojnë atë me njëri tjetrin, ata nazalat alayhimus sakina wa ghashiyatuhumur rahma. Do të thonë, atyre u zbret qetësia dhe i mbulon mëshira. Wa haffathumul malaika. Dhe melajket i rrotullojnë, do të thonë, i rrethojnë. Rreth tyre qëndrojnë melajket. Wa dhakarahumullahu fi man inda. Dhe Allahu i përmend këta njerëz tek ata që i ka pranë tij. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Kush merr një rrugë për të kërkuar dituri, Allahu ja lehtëson atij rrugën për në xhennet. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Dhe melajket i ulin krahët e tyre kur kalon, do thotë, nxënësi i dijes. Ai njeri që ec për të mësuar diçka prej fesë së Allahut, do thotë, melajket kanë dashuri të madhe për atë njeri dhe kanë respekt dhe qëndrojnë
dhe i ulin krahët. Do të thonë që të tregojnë respekt për këtë person. Prandaj njeriu kur është duke shkuar për të mësuar dituri, për të mësuar fenë e Allahut, duhet ta ketë parasysh. Pra besimtari beson, e di se ka me lajke të cilët, do të thonë, kanë dashuri të madhe ndaj tij, edhe pse nuk i sheh ata, edhe me lajket që qëndrojnë me respekt për ta, edhe pse ai nuk i sheh, dhe kur ulet në mexhlisin e diturisë, e di se ata rrethojnë me lajket, edhe pse nuk është duke i parë. Do thotë këta janë prej çështjeve të besimit të zemrës, sepse besimtari beson në ghaib, në të fshehtën. Edhe kjo është cilësia me cilën Allahu i ka lëvduar besimtarët, që besojnë në ghaib. Dhe patjetër se kjo do të ketë ndikim në zemrën e njerëzit. Edhe një prej gjurmëve që i lë besimin me lajke është njohja e madhrisë së Allahut subhanahu wa ta'ala. Se Allahu është i gjithë madhrishmi, i gjithë pushtetshmi, është krijuesi i çdo gjëje, pra mjafton që njeriu të di diçka për krijesat e Allahut, sepse nuk ka mundësi të arrijë në njohjen e Allahut subhanahu wa ta'ala direkt, do thotë përveç se atë që na ka treguar Allahu në shpallje. Mirë, po për të menduar, njeriu duhet mendoj për krijesat e Allahut. Do thotë prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar një prej bartësve të Arshit, çfarë madhësie dhe madhështie ka, edhe për Xhibrilin alayhi salam, ka thënë, pra e kam pa me 600 krah, që e përmendëm, dhe e kishte mbyllur gjithë horizontin, do të thonë nga madhësia e tij. Me këtë njeriu e kupton madhështinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe këta krijesa të mëdha, madhështore dhe të fuqishme, këta janë robër të nënshtruar, që nuk lëvizin nga ajo që i ka urdhëruar Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, attatis sama, do të thonë qielli lëshon zë, do të thonë nuk e di a ka në gjuhë shqipe një fjalë të tillë si folje arabisht, do të thonë lëshon zërin sikur në tavolinë nëse ka peshë të madhe, edhe kur të kurret nga pesha e madhe druri, lëshon një zë. Në kësaj thuhet arabisht attat, do të thonë e ka bërë këtë zë qielli, e lëshon vazhdimisht, dhe ka thonë ka hak që qielli ta bëjë këtë zë, sepse nuk ka në qiell as edhe një vend sa 4 gishta në cilin nuk është një prej melaikeve në sejdë, që e adhuron Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe ka prej melaikeve që kur i ka krijuar Allahu janë në ruku, ose që kur i ka krijuar Allahu janë në sejdë. Do thotë kjo është një pjesë e kuptimit të madhrisë së Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, prej fryteve të besimit me lajke, është që njeriu e kupton dhuntinë e Allahut dhe di ta falenderojë Allahun subhanahu wa ta'ala më mirë. Edhe një prej atyre dhuntive është që Allahu ka caktuar me lajke që vazhdimisht e ruajnë dhe kujdesen për ta. Gjithashtu, edhe që njeriu duhet ta ketë parasysh gjithmonë mbikëqyrjen e Allahut, do të thënë Allahu është i gjithdijshëm për ta, dhe Allahu ka dërguar rojtar për ta, që t'i shënojnë veprat e tij. Prandaj kushdo që mos ketë në regjistrat e tij diçka për të cilën do të turprohet para Allahut, atëherë duhet të ketë kujdes. Do thotë duhet të ketë kujdes që mos ketë të shënuar diçka të cilën nuk do të ketë arsye përpara Allahut, dhe mos ketë, do të thonë, dëshmitar kundër tij para Allahut subhanahu wa ta'ala. Po ashtu prej fryteve të besimit me lajke, tham, është edhe dashuria ndaj me lajkeve, sepse besimtari i do të gjithë ata që besojnë në Allahun, i do ata që e adhurojnë Allahun, edhe me lajket janë një prej këtyre krijesave. Çështja tjetër, ose baza tjetër dhe shtylla tjetër e imanit, e treta, është besimi në librat e zbritur. Allahu subhanahu wa ta'ala ka dërguar libra,
dhe na ka urdhëruar që t'i besojmë. Pra ka thënë Allahu qulu amanna billahi wa ma unzila ilejna, thoni besojmë në Allahun dhe në atë që na shpallur ne. Wa ma unzila ala Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Jaquba wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim. Do të thonë thuaj, pra besojmë në Allahun, thoni besojmë në Allahun dhe i besojmë asaj që na i ka zbritur ne Allahu dhe asaj që ja ka zbritur Allahu Ibrahimit, Ismailit, Ishakut, Jakubit dhe pasardhëve ose nipërve të tyre dhe ato që ja ka dhënë Allahu Musait dhe Isait dhe të gjitha ato që u ka dhënë pejgamberëve. Pra besojmë në secilin libër që Allahu e ka zbritur. Besojmë me besim të përgjithshëm për ato që nuk janë përmendur në detaje. Pra besojmë se Allahu ka dërguar libra, ka shpallur libra të shumt dhe se këta libra janë fjalë të Allahut subhanahu wa taala. Dhe në to është udhëzimi dhe drita. Dhe në to është ajo që është hak, do thot për Allahun subhanahu wa taala. Kush ka besuar në ato libra, që atyre që u kanë ardhur, ata njerëz që i kanë besuar dhe i kanë ndjekur mësimet e atyre librave, ata janë të shpëtuarit. Dhe ata që i kanë kundërshtuar këta libra, do të thënë janë në shkatrim dhe humbje. Gjithashtu besojmë se të gjithë librat e kanë sjell besimin e njëjtë, nuk ka dallim në besim. Do të thënë të gjithë besojnë se Allahu është një dhe në secilin libër që ka sjell Allahu subhanahu wa taala, do të thënë përshkruhet besimi i njëjtë. Kurse ligjet janë të ndryshme. Gjithashtu besojmë se në këta libra ekziston abrogimi i ligjeve. Do thotë edhe brenda një libri, edhe me librat e mëvonshëm, do të thonë janë abroguar ligjet e mëparshme. Dhe besojmë se Kurani është abrogues i të gjithë librave të mëparshëm dhe është mbikëqyrës dhe është vërtetues i të gjithë librave të mëparshëm. Ka ndodhur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka parë Omerin radhiyallahu anhu me një fletë prej Teuratit dhe i ka thënë e mutahawwikuna ya ibn al-Khattab, do thot a gremiseni në të o biri Khattabit, fa walladhi nafsi bi yadihi law kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa ittiba'i. Ka thënë pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im, sigurt kishte qenë Musa i gjallë, nuk do të kishte pasur zgjidhje përveç se që të më ndjek mua. Do thot ardhja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është abrogues i të gjithë feve të mëparshme dhe të gjithë librave të mëparshëm. Dhe në realitet Allahu i ka obliguar pejgambert që nëse vjen Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjatë jetës së tyre që ta ndjekin dhe besojnë në të. Ka thënë Allahu: "Wa idh akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyin lama ataytukum min kitabin wa hikmatin." Do thotë kur Allahu u ka marrë besën pejgamberëve, pra i ka detyruar që ta japin fjalën se pasi u kam dhënë librin dhe urtësinë, thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, pastaj ju vjen ai pejgamberi që e vërteton atë të cilën e keni ju, la tu'minunna bihi wa la tansurunna, do të thonë me do e mos do t'i besoni atij dhe do ta ndihmoni atë. Qala a aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri, edhe u ka thënë a besuat dhe a pranuat dhe a morët, do të thonë këtë besatim. Qalu aqrarna, pra secili prej pejgamberëve ka thënë besojmë dhe e pranojmë dhe aprovojmë. Qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin, pra dëshmoni ju këtë dhe unë jam dëshmitar mbi ju. Kurani është libri i fundit. Do thotë kjo është besimi i përgjithshëm se të gjithë librat janë fjala e Allahut që u ka ardhur pejgamberëve dhe në të është udhëzimi dhe drita në secilin prej librave. Dhe kështu besojmë në përgjithësi dhe besojmë për në veçanti
për emrat e atyre librave që janë përmendur. Më thënë, siç janë Teurati, i cili i ka zbritur Musait alayhis salam, Zaburi, që i ka ardhur Davudit alayhis salam, dhe Injili që i ka ardhur Isait alayhis salam, po ashtu fletushkat e Musait dhe Ibrahimit, si ka thënë Allahu Suhufi Ibrahima wa Musa. Ka thënë Allahu, wa nazzalna alayka al-kitaba tibyanan li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Do të thonë ta kemi zbritur ty librin sqarim për çdo çështje, udhëzim, mëshirë dhe përgëzim për muslimanët. Dhe ka thënë inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Do të thonë ne kemi zbritur Teuratin dhe në ta është udhëzimi dhe drita. Dhe ka thënë wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wa ataynahu al-injil fihi hudan wa nur. Dhe pas këtyre pejgamberëve e sollëm Isain, birin e Merjemes, që i ka vërtetuar ato që kanë qenë më përpara prej Teuratit, dhe ja kemi dhënë atij Injilin, në të cilin ishte udhëzimi dhe drita. Dhe ka thënë wa atayna Dawuda zabura, dhe Davudit ja dham Zaburin. Dhe ka thënë Allahu inna hadha la fi as-suhufi al-ula, kjo me të vërtet, kjo këshill, do të thonë, është në suhufet, në fletushkat e mëparshme, suhufi Ibrahima wa Musa, në fletushkat e Ibrahimit dhe Musait. Pra besojmë në detaje në këta emra, dhe gjithashtu besojmë në detaje për fjalë ose ajete, ose norma ligjore, që janë përmendur në librat e mëparshëm, për cilat ka argument në Kur'an ose në Sunet, si tregohet se qisasin, do të thënë për qisas Allahu i ka urdhëruar Benu Israilt në Teurat e kështu me radhë. Do të thënë, ajo që përmendet në detaje, besojmë detaje. Kurse ajo që është e përgjithshme, ose ajo që nuk është përmendur për të ndonjë detaj, e besojmë në përgjithësi. Dhe besojmë se Kurani është fjala e Allahut, që Allahu ja ka zbritur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Muhammedit, birit të Abdullahit, prej familjes Benu Hashim, sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky është libri i fundit, është përfundues dhe vul për shpalljen e librave, dhe është libri që përfshin çdo gjë që ka qenë në librat e mëparshëm, dhe është udhëzim për gjithë njerëzimin deri në ditën e gjykimit, dhe në të ka diçka që nuk ka qenë në librat e mëparshëm, siç është në hadith, që këto janë surja Al-Fatiha dhe 2 ajetet e fundit të surës Bekara. Ka thënë, këto nuk kanë qenë në asnjë libër të mëparshëm. Pastaj, pra ky libër është abrogues i librave të tjerë, gjithashtu, do të thënë çdo ligj që është në Kur'an e abrogon atë që ka qenë në librat e mëparshëm. Dhe të gjithë njerëzit e kanë obligim të besojnë në Kur'an dhe të besojnë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsu Muhammedin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun." Do të thonë pasat në dorën e të cilit është shpirti i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Secili person nga ky ummet, do të thonë nga popull, nga njerëzimi që është nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe deri në ditën e gjykimit, secili që dëgjon për mua, qoftë ai jahudi ose krishter, do të thonë edhe nëse gjendet një që është në fenë e saktë të Musait ose në fenë e saktë të Isait alayhis salam, dhe dëgjon për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Dhe pastaj nuk i beson asaj me të cilën jam dërguar unë. Pra nuk beson në Kur'an, atëherë ai do të jetë prej banorëve të xhehenemit. Po, kjo është, do të thonë shkurtimisht, për besimin në libra, që është një prej shtyllave të imanit. Gjithashtu, si tham, ajo që është
në Kur'an, shumica ka qenë edhe në librat e mëparshëm. Edhe një prej këtyre është përshkrimi dhe lajmërimi për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe përshkrimi për sahabët. Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, Muhammedur Rasulullah. Muhamedi është i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Walladhina amanu ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum. Dhe ata që janë me të, sahabët, janë të fuqishëm kundër mosbesimtarve dhe të mëshirshëm mes veti me njëri tjetrin. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Do të thonë ata vazhdimisht ishin në ruku dhe në sejdë, duke i kërkuar mirësitë e Allahut dhe duke kërkuar kënaqësinë e Allahut, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dhe të shenjat e tyre duken në fytyra, do të thonë ndriçimi i tyre u duket në fytyrë nga gjurmët e sejdës. Ka thënë dhalika mathaluhum fi at-Taurah. Do të thonë kështu janë përshkruar në Teurat. Do thotë sahabët janë përmendur në këtë mënyrë në Teurat. Wa mathaluhum fi al-Injili kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqihi. Dhe shembulli i tyre në Injil është si bima që ka dalë, e ka nxjerr kokën edhe ka filluar të forcohet dhe të rritet, është forcuar dhe është drejtuar. Yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar. Edhe kjo, do të thënë kjo rritja e bimës dhe kjo bimë në këtë formë u pëlqen bujqve. Ky është shembulli për sahabët në Injil dhe kjo është ajo që i mlefos mosbesimtarët. Do të thënë sahabët përpara se të krijohen, para se të ekzistojnë, janë përmendur në librat e mëparshëm. Edhe është përmendur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe shenjat për këtë janë të dukshme edhe pas shtrembrimit të këtyre librave, pasi Allahu subhanahu wa ta'ala u ka lënë në përgjegjësi dietarëve të atyre popujve që t'i ruajnë librat, dhe ata nuk i kanë ruajtur. Kurse për Kur'anin ka thënë Allahu inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Do të thënë ne e kemi zbritur Kur'anin dhe ne e mbrojmë atë ose e ruajmë atë. Kur'anin e ka zbritur Allahu subhanahu wa ta'ala në qiellin e më të ulët të tokës në Ramazan, në natën e Kadrit. Pastaj prej tij e ka zbritur prej atij vendi, do të thonë Xhibrili alayhis salam ka zbritur me Kur'an, do të thonë të ndar brenda 23 vjetëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, unzila al-Qur'anu jumlatan wahidatan ila as-sama'i ad-dunya fi laylatil qadr. Pra Kurani ka zbritur komplet në qiellin më të ulët të tokës në natën e Kadrit. Thumma nazala ba'da dhalika fi 20 sana. Pastaj pas kësaj ka zbritur brenda 20 viteve. Pastaj ka lexuar këtë ajet wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Do të thënë ky është Kur'an që ta kemi shpallur dhe kemi ndar, do të thënë në pjesë që t'u lexosh njerëzve në periudhë gjatë dhe e kemi zbritur gradualisht. Dhe Kurani është gjithashtu fjala e Allahut, thotë që ka zbritur nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kur të afrohet ndodhia e kiametit, atëherë do të ngrihet Kurani prej toke dhe nuk do të mbetet Kur'an as i shkruar dikund, as në memorien e askujt. Do të thonë do të hiqet nga zemrat dhe aty ku është shkruar. Dhe ky është kuptimi i fjalës së selefëve dhe akides së ehli sunetit, se Kurani prej Allahut ka filluar dhe tek Allahu kthehet. Do të thonë atëherë kthehet plotësisht te Allahu subhanahu wa ta'ala. Do të thonë është fjalë të cilën e ka folur Allahu realisht, do të thotë që ka ardhur prej Allahut. Pra si ka thënë një prej dietarëve në përshkrimin e akides Ahlus Sunna wal Jamaa, ka thonë se Kurani është fjala e Allahut që prej tij ka dalë. Ka thënë Allahu është krijuesi dhe çdo gjë përveç Allahut është krijesë.
Kjo është refuzim për ata që kanë thënë se Kurani është i krijuar. Ka thënë Allahu është krijues dhe çdo gjë përveç Allahut është krijesë, kurse Kurani është fjala e Allahut që prej tij ka dalë dhe tek ai do të kthehet subhanahu wa ta'ala. Kjo është prej shenjave të kiametit dhe ose prej ndodhive të kiametit. Do të thënë është para fillimit të kiametit, atëherë largohet Kurani, por vazhdon Kurani si mrekulli të cilën ja ka dërguar Allahu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të thënë deri në atë kohë. Dhe prandaj prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do ta ketë numrin më të madh të pasuesve ose të besimtarëve dhe ndjekësve në ditën e gjykimit. Më shumë se secili pejgamber tjetër ka thënë wa innama kana alladhi utitu wahyan awhahu Allahu ilay. Do thotë ajo që ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se secili pejgamber ka pasur mrekulli dhe argumente në bazë të cilave kanë besuar popujt. Dhe ajo që më dhën mua, kjo mrekullia e përsosur që më dhën mua, është shpallja, të cilën më ka shpallur Allahu, fa arju an akuna aktharahum tabi'an yawm al-qiyamah. Prandaj unë do të jem me më shumë pasues në ditën e gjykimit. Dhe Kurani, prej mrekullive të Kuranit, ato janë të pasosura, të panumërta. Por një prej mrekullive është se ndikon në krijesa, kur lexohet, do të thënë ndikon edhe të njerëzit, edhe të xhindët, por edhe të krijesat e ngurta. Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala: "Law anzalna hadha al-Qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah." Do të thënë sikur t'ia kishim zbritur këtë Kur'an një kodre, do të thënë një shkëmbë të fuqishëm, të madh, një mali, ai do të ishte përulur dhe do të ishte thërmuar, do të thënë nga frika ndaj Allahut. Wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dhe këta janë shembuj që i sillin për njerëzit që ata të mendojnë. Baza tjetër dhe shtylla tjetër e imanit, shtylla e katërt, është besimi në pejgambert, në të dërguarit e nderuar të Allahut subhanahu wa ta'ala. Besimin pejgamber gjithashtu përfshin besim të përgjithshëm dhe besim të detajuar. Besojmë përgjithësi se Allahu ka dërguar pejgamber të shumt, të cilët janë njerëz që i ka zgjedhur Allahu dhe ata janë njerëzit më të mirë të njerëzimit dhe ata janë më të sinqertit që e kanë transmetuar fjalën e Allahut ashtu si u ka ardhur, nuk kanë lënë mangët asgjë prej shpalljes dhe nuk kanë shtuar në të asgjë, nuk kanë gënyer në të asgjë. Janë njerëzit më të devotshëm dhe më të përulshëm ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, të cilët kanë thirrur në udhëzim, kanë thirrur në tauhid, në veçimin e Allahut me adhurim. Dhe ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut." Do të thënë në secilin ummet, në secilin popull kemi dërguar një të dërguar që t'u thotë adhuroni Allahun dhe largohuni prej çdo gjë që adhurohet përveç Allahut. Ky ka qenë misioni i të gjithë pejgamberëve. Dhe numri i tyre është i madh dhe prej tyre në Kur'an janë përmendur vetëm 25. Dhe ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala: "Minhum man qasasna 'alayka wa minhum man lam naqsushum 'alayk." Ose wa minhum man lam naqsus 'alayk. Do të thënë ka prej tyre që të kemi treguar. Do të thënë prej pejgamberëve ka që të kemi treguar për ta dhe ka prej pejgamberëve për të cilët nuk të kemi treguar. Do të thënë ka edhe pejgamber tjerë që nuk janë përmendur në Kur'an, disa prej tyre janë përmendur në hadithe dhe ka të tjerë që nuk janë përmendur as në Kur'an as në hadith. Dhe e kemi obligim të besojmë atyre që janë të përmendur me emrat e tyre edhe me popujt e tyre dhe ndodhit që janë përmendur në Kur'an ose në Sunet dhe do thot përplasjet që i kanë pas me popujt ose mënyrat se si kanë thirrur, do thot ato që janë përmendur në Kur'an dhe në Sunet
u besojmë në detaje, kurse ato që nuk janë përmendur, e besojmë në përgjithësi. Dhe u besojmë të gjithë pejgamberëve, nuk bëjmë dallim mes asnjërit prej tyre. La nufarriqu baina ahadin minhum. Do të thonë, asnjërit prej nuk bëjmë dallim mes asnjërit prej pejgamberëve në besim. Pra, nuk jemi si jahudit ose krishterët, për cilët ka thënë Allahu se disa i besojnë dhe disa nuk i besojnë, ose një pjesë të librit e besojnë dhe një pjesë nuk e besojnë. Do thotë, ne i besojmë gjithë librit dhe të gjithë librave dhe u besojmë të gjithë pejgamberëve pa asnjë dallim. Edhe sipas kësaj që e thash, se të gjithë janë njerëzit më të vlefshëm të njerëzimit. Por mes tyre ka dallim në vlerë. Do thotë, çështja e besimit nuk lejohet dallimi mes asnjërit prej pejgamberëve. Kurse çështja e vlerës, do thotë, ka vlerë, disa kanë më shumë se disa të tjerë. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Do të thonë këta janë pejgamberët që disa u kemi dhënë vlerë më shumë mbi disa të tjerë. Do thotë ka dallim në vlerë dhe ka thënë Allahu wa laqad faddalna ba'd an-nabiyyina ala ba'd. Dhe i kemi dalluar në vlerë disa prej pejgamberëve ndaj disa të tjerëve. Dhe më të vlefshmit e pejgamberëve janë 5, të cilët i ka përmendur Allahu në ajet ku ka thënë wa idh akhadhna minan nabiyyina mithaqahum. Do të thënë kur e morëm premtimin ose besatimin prej pejgamberëve. Wa minka, prej teje, pra Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, wa min Nuhin wa Ibrahima wa Musa wa Isa ibn Maryam. Do të thënë këta 5 janë ulul azm, të cilët i ka dalluar Allahu dhe i ka vlerësuar mbi të gjithë të tjerët. Dhe prandaj ka thënë Allahu fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul, do të thënë duro siç kanë duruar ulul azm, do të thënë këta pejgamberët më të dalluar dhe më të veçantë. Dhe më i vlefshmi prej këtyre është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili është vula i pejgamberëve dhe është më i vlerësuari nga të gjithë bijtë e Ademit. Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala ma kana Muhammedun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Pra Muhamedi nuk është babai asnjërit prej burrave nga mesi juaj, por është i dërguari i Allahut dhe vula e pejgamberëve. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wa innahu la nabiyya ba'di, dhe nuk ka pejgamber pas meje. Dhe vlera e tij është mbi të gjithë njerëzit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ana sayyidun nasi yawm al-qiyamah. Unë do të jem zotëria i të gjithë njerëzve në ditën e gjykimit. Dhe ka thënë ana sayyidu waladi Adam yawm al-qiyamati wala fakhr. Do të thënë unë jam zotëria i bijve të Ademit në ditën e gjykimit dhe nuk mburrem. Wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard wala fakhr. Dhe unë jam i pari të cilit i hapet toka për të ringjallur dhe nuk ka mburrje. Wa bi yadi liwa'ul hamdi wala fakhr. Edhe në dorën time do të jetë flamuri i lavdis dhe nuk ka mburrje për këtë. Ka thënë Adamu faman dunahu tahta liwa'i wala fakhr. Do të thënë Ademi dhe të gjithë që kanë ardhur pas tij do të jenë nën flamurin tim. Do të thënë të gjithë pejgamberët dhe të gjithë njerëzit janë nën flamurin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thotë në këtë kuptim ka dallim mes pejgamberëve, sepse Allahu zgjedh çka do dhe e vlerëson secilin, i jep vlerë, do të thonë dhe pozitë secilit si do ai subhanahu wa ta'ala. Këta pejgamber do thotë janë përmendur në Kur'an, por ka disa emra që janë përmendur, të cilët nuk janë pejgamber. Dhe nuk bën që njeriu të mendojë se secili emër që është përmendur në Kur'an është prej pejgamberëve të Allahut. Të tillë janë për shembull Luqman, që është përmendur në Kur'an, edhe Dhul-Qarnain gjithashtu, dhe vëllezërit e Jusufit që janë përmendur, pra nuk janë pejgamber.
Megjithse për vëllezërit e Jusufit ka ihtilaf, disa prej dietarëve kanë thënë se janë prej pejgamberëve të Allahut dhe ata përfshihen me emrin Esbat. Mirpo, do thotë edhe sipas atij mendimit, dhe këta vëllezërit e Jusufit alayhis salam kanë bërë një gabim, por janë penduar dhe janë pastruar plotësisht nga ky gabim. Domethënë nëse kanë qenë pejgamber, është e qartë dhe është në rregull. Por më e vërteta është se ata 25 janë pejgamber, kurse të tjerë që janë përmendur nuk janë. Gjithashtu është përmendur në Kur'an një njeri që ka emrin Khidr ose Khadir, që ka qenë në kohën e Musait alayhis salam, edhe për këtë ka ihtilaf. Disa prej dietarëve thonë se ka qenë njeri i mirë, kurse disa thonë se është prej pejgamberëve, dhe kjo është më e sakta, wallahu a'lam, se ka bërë vepra prej cilave është çudit edhe Musa alayhis salam. Domethënë që ka qenë prej pejgamberëve më të mëdhenj të Allahut. Dhe prandaj ka thonë Khidri, "Wama fa'altuhu an amri", nuk e kam bërë këtë nga vetja ime. Dhalika, domethënë ka thonë kjo është prej mëshirës së Allahut dhe nuk e kam bërë nga vetja ime. Domethënë ka qenë shpallje nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj shkurtimisht ta kuptojmë në lidhje me dallimin mes nebi dhe rasul. Do thotë nebi që e përkthejmë si lajmtar ose profet, edhe rasul që do të thonë i dërguar. Njëherë të gjithë pejgamberët janë të dërguar. Do të thonë të gjithë i ka dërguar Allahu te njerëzit. Si ka thënë Allahu, "Wama arsalna min qablika min rasulin wala nabi." Do të thonë çdo herë kur e kemi dërguar dikant para teje, qoftë rasul ose nabi, do të thonë edhe të dërguar edhe profet, Allahu i ka dërguar. Dhe ka thënë, "Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin." Do të thonë sa profet kemi dërguar ose sa lajmtar kemi dërguar në popujt e mëparshëm. Pra shumë. Mirë po, kuptimi gjuhësor njëherë, nebi është prej fjalës nebe, që do të thonë lajm, që do thotë se këtij profeti i kanë ardhur lajme nga Allahu subhanahu wa ta'ala dhe ai u ka kumtuar dhe u ka shpjeguar popullit në të cilin është dërguar. Dhe nuk ka qenë i urdhëruar që të shkojë te mosbesimtarët, do të thonë dhe nuk ka qenë i dërguar, do të thonë te popull i jashtëm. Prandaj thuhet lajmtar që e ka lajmëruar popullin e vet për shpalljen që ja dërgon Allahu subhanahu wa ta'ala. Kurse rasul, edhe në kuptimi gjuhësor, është i dërguar, do të thonë që është dërguar te dikush i huaj, te mosbesimtarët. Dhe gjithashtu dallimi tjetër që kanë përmendur është se këta anbiya, do të thonë profetët, kanë gjykuar me librat e pejgamberëve të mëparshëm. Do të thonë kanë qenë në mesin e popullit vet dhe kanë punuar me librat e pejgamberit të mëparshëm dhe u ka ardhur atyre shpallja gjithashtu. Dhe pejgamberët e Allahut e kanë pasur detyrë vetëm kumtimin e mesazhit të Allahut. Vetëm në këtë kuptim është ndërmjetësimi i tyre mes Allahut dhe krijesave. Do të thonë që ata e kanë bartë mesazhin e Allahut te robrit, kurse nuk ka kuptim të ndërmjetësimit nga krijesat për te Allahu, për transferimin e lutjeve ose adhurimeve. Prandaj nuk lejohet të adhurohet askush prej pejgamberëve, por ata janë vetëm, do të thonë, ata duhet të respektohen dhe të duhen me dashurinë më të madhe prej nga mesi dashurisë njerëzve, dhe duhet të respektohen dhe lutemi për ta, por nuk u lutemi atyre. I lutemi vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Po, pastaj prej shtylla tjetër e imanit, shtylla e 5 e imanit është besimi në ditën e gjykimit. Besimi në ditën e gjykimit është gjithashtu prej shtyllave më të rëndësishme dhe përfshin besimin e disa çështjeve. Do të thonë që ka të bëjë me ditën e fundit ose përfundimin e botës dhe ringjalljen, llogarinë. Do thotë përfshin
çështje të veçanta që kanë të bëjnë me ditën e gjykimit. Një prej tyre, si tham, është besimi në shenjat e ditës së gjykimit, siç janë treguar në Kur'an dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu ka thënë: "Wa qad jaa ashratuha", do të thënë kanë ardhur shenjat e ditës së gjykimit. Dhe shenja e parë për afrimin e ditës së gjykimit, cila është ardha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë dhe dita e gjykimit jemi dërguar si këta dy gishta, dhe ka bërë bashk gishtin tregues dhe gishtin e mesëm. Dhe vetë fakti që secili pejgamber ka lajmëruar për ardhjen e pejgamberit fundit, kupton se para ardhjes së tij dhët akoma nuk ka pas asnjë shenjë për ardhjen e ditës së gjykimit. Do thotë ka shenja të vogla dhe shenja të mëdha, e kemi obligim t'i besojmë ashtu si janë përmendur në Kur'an dhe në Sunet. Pastaj në lidhje me këtë shtyllë është obligim besimi në jetën e varrit, si është treguar në librin e Allahut dhe në Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra Allahu ka thënë: "Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun", do të thënë ata kanë një berzakh, që do të thënë jetë ndërmjet jetës së kësaj dunjaje dhe jetës së ahiret, deri në ditën që do të ringjallen. Dhe ka thënë për faraonin dhe familjen e tij, ka thënë: "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya", do të thënë ata i shfaqen zjarrit mëngjes dhe mbrëmje. "Wa yawm al-qiyamah adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab", kurse ditën e gjykimit do të thuhet futini familjen e faraonit në dënimin më të rëndë. Do të thonë, pra këto janë disa prej argumenteve nga Kurani dhe nga Suneti janë më shumë për jetën e varrit, edhe për shpërblimin dhe dënimin dhe sprovën e varrit. Pastaj prej asaj që duhet të besohet për ditën e gjykimit është shkatrimi i botës, mbarimi i botës me fryrjen e surrit. Pastaj ringjallja, si ka thënë Allahu: "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alayna", do të thënë siç e kemi filluar në fillim krijesën, ashtu e përsërisim. Do të thënë ky është premtim i yni, inna kunna fa'ilin, ne do të thënë e zbatojmë. Pastaj është tubimi për llogaridhënie, hashr, si ka thënë Allahu: "Yawma tashaqqaqu al-ardu 'anhum sira'an, dhalika hashrun 'alayna yasir", do thot atë ditë kur do të hapet toka dhe do të dalin ata me nxitim, do të thënë ky është tubimi hashri, do të thënë tubimi që është i lehtë për ne. Dhe ka thënë: "Wa tara al-arda barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada", do të thënë atë ditë do ta shohësh tokën të sheshuar, të rrafsh, dhe atëherë i tubojmë të gjithë, do të thënë dhe nuk e lam askënd. Dhe pas tubimit, do të thënë vjen llogaria ose llogaridhënia. Dhe ka thënë Allahu: "Falanas'alanna alladhina ursila ilayhim wa lanas'alanna al-mursalin", do të thënë do t'i pyesim të gjithë ata të cilët kemi dërguar dhe do t'i pyesim të dërguarit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah", do të thënë secilit prej jush do t'i flasë Allahu dhe nuk do të ketë mes tij dhe Allahut përkthyes. Prej pjesë e besimit në ditën e gjykimit është besimi në haudin, do të thënë këtë burim që me të cilin Allahu e ka veçuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, do t'ja japë atij ku do të pinë njerëzit dhe umeti i tij. Prej besimit në ditën e gjykimit është besimi në mizan, peshoren, për cilën ka thënë Allahu: "Wa nad'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamah, fala tudhlamu nafsun shay'a", do thotë do t'i vendosim peshoret e drejtësisë në ditën e gjykimit dhe askujt nuk i bëhet pa drejtësi asgjë. "Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha", nëse është një grimcë, do të thënë nëse është vepra sa një grimcë e vogël, do ta sjellim atë. "Wa kafa bina hasibin", dhe mjafton që ne jemi pra që i marrim në llogari.
Pastaj është sirati, thot ura që do të vendoset mbi xhehenem dhe njerëzit duhet ta kalojnë atë. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya." Do thot secili prej jush do të kaloj ka xhehenemi. Edhe kjo është çështje e prerë. Thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Pastaj i shpëtojmë ata që kanë qenë të ruajtur, që kanë pasur takwa, pra shpëtojnë, edhe pse kalojnë ka xhehenemi, kurse mbeten aty të padrejtët. Pastaj është shefati i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me llojet e tij që u takon besimtarëve të sinqert, ata që kanë qenë me tauhid. Pastaj është hyrja në xhenet dhe çka përshkruhet për xhenetin dhe për xhehenemin gjithashtu. Do të thënë të gjitha ato që janë përmendur në Kur'an dhe Sunet janë pjesë e kësaj shtylle të imanit, që quhet el-imanu bil yawmil akhir, do të thënë besimi në ditën e fundit ose besimi në ditën e gjykimit. Dhe besimi në ditën e gjykimit është në dy kategori. Besim i plot, do të thënë besim i paluhatshëm, do të thotë në të cilin nuk ka dyshim, edhe ky është besimi i obliguar. Nëse njeriu ka dyshim në diçka prej këtyre çështjeve ditës gjykimit, llogaritet kafir. Besimi i paluhatshëm është obligim. Dhe niveli tjetër i besimit quhet imanun rasikh, do të thënë besim i thellë, që njeriu vazhdimisht e ka ndërmend ditën e gjykimit, xhenetin dhe xhehenemin dhe punon për të, duke menduar, do të thënë qëndrimin para Allahut subhanahu wa taala dhe duke menduar hyrjen në xhenet dhe duke menduar rrezikun e xhehenemit. Këta njerëz që kanë këtë nivel të imanit, Allahu i ka lëvduar se hynë në xhenet pa u dënuar, edhe ka thënë për banorët e xhenetit se thonë inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Do të thënë ne më përpara në jetën e dunjas ishim me frikë të vazhdueshme kur ishim në familjet tona. Do thotë vazhdimisht e kemi pas ndërmend ditën e gjykimit. Famanna Allahu alejna wa waqana adhab as-samum. Pra Allahu na dha këtë dhunti dhe na mbrojti nga dënimi i xhehenemit. Gjithashtu ka thënë Allahu: "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah." Do thotë atij që jepet librin në dorën e djathtë, do të thotë shikoni, merreni, lexojeni librin tim, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Do të thënë unë vazhdimisht kam qenë me mendimin, do të thënë se do të takohem me llogarinë time. Pastaj thot Allahu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Do të thënë ajo është në jetë të lumtur dhe të kënaqshme. Mirë, edhe shtylla e gjashtë e imanit është besimi në qadar, në paracaktimin e Allahut. Nuk plotësohet imani pa besim në qadar. Edhe siç është përmendur në hadithin e Xhibrilit alayhi salam dhe është përmendur në ajete të shumta, Allahu na ka urdhëruar që të besojmë se çdo gjë ndodh me caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Do thotë se çdo gjë që ekziston, Allahu e ka ditur. Pra dituria gjithëpërfshirëse e Allahut para ekzistimit të krijesave edhe para ndodhive që i bëjnë krijesat, është dituri gjithëpërfshirëse. Dhe Allahu di çdo gjë që ka qenë dhe çdo gjë që do të jetë. Dhe ajo që nuk ka qenë, sikur të kishte qenë, si do të kishte qenë. Pra është që diturisë së Allahut nuk i mungon asgjë. Dhe gjithë këtë dituri Allahu e ka shkruar në Lauhil Mahfuz. Pra si ka thënë Allahu subhanahu wa taala: inna dhalika fi kitabin, inna dhalika ala Allahi yasir. Do të thënë gjithë kjo është në e shkruar në libër. Edhe kjo është e lehtë për Allahun. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: kataba Allahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi 50,000 sana. Do thotë Allahu i ka shkruar caktimet e krijesave 50,000 vjet përpara se t'i krijojë qiellin dhe tokën. Edhe gjithashtu kur e ka krijuar
kalemin, lapsin, Allahu ka thënë shkruaj, dhe ai ka thënë ç'të shkruaj, ka thënë shkruaj çdo gjë që do të ndodh deri në ditën e gjykimit, dhe në atë moment i ka shkruar të gjitha, dhe kjo ka qenë 50.000 vjet para krijimit të qiejve dhe të tokës. Pra dituria gjithëpërfshirëse e Allahut dhe shkrimi i kësaj diturie, pastaj besimi se nuk ndodh asgjë përveç se sipas dëshirës dhe vullnetit të Allahut subhanahu wa taala. Do të thënë nuk ka mundësi të ndodh në pushtetin e Allahut diçka që ai nuk do të ndodh. Dhe ka thënë Allahu: "Wa ma tashauna illa an yasha Allahu." Do thotë nuk ka mundësi të doni diçka përveç asaj që do Allahu. Pra nuk mund të ndodh në krijesat e Allahut dhe në pushtetin e Allahut asgjë përveç asaj që do ai dhe që lejon të ndodh. Dhe pastaj çdo gjë që ekziston është krijesë e Allahut subhanahu wa taala. Allahu i ka krijuar krijesat, i ka krijuar cilësitë e tyre dhe i ka krijuar aftësitë e tyre dhe fuqinë e tyre, dhe Allahu i krijon veprat e tyre. Pra këto janë shkallët e kaderit. Nëse njeriu beson në këtë me besim të plot, do të thënë në diturinë gjithëpërfshirëse të Allahut, në shkrimin e kësaj diturie, në vullnetin dhe dëshirën absolute të Allahut, që nuk ndodh përveç asaj, asgjë përveç asaj që e do Allahu të ndodh, dhe se çdo gjë është krijesë e Allahut. Edhe krijesat, edhe veprat e tyre janë të krijuara nga Allahu. Dhe kjo do thotë me këtë lehtësohet kuptimi i besimit në paracaktimin e Allahut. Do të thënë çdo e mirë dhe e keqe që ndodh duhet njeriu ta mendojë në këto 4 shkallë. Do thotë se ka qenë në diturinë e Allahut dhe ajo është e shkruar në Lauhul Mahfuz dhe ka dashur Allahu që të ndodh, dhe gjithashtu është Allahu e ka krijuar atë ndodhi. Kjo nuk do të thonë se njeriu është i detyruar. Do thotë njeriu ka vullnet të lirë. Pra në këtë ajet Allahu ka thënë: "Wa ma tashauna", do të thënë ju e doni atë që do Allahu. Do thotë se njeriu ka vullnet dhe për këtë shkak Allahu e merr në llogari edhe i jep shpërblim ose dënim sipas asaj që e ka bërë me vullnetin e vet dhe me dëshirën e vet. Se nëse kishte qenë i detyruar, atëherë është padrejtësi që të dënohet dikush nëse Allahu e ka detyruar të bëj atë. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu min an-nari wa maq'aduhu min al-janna." Pra secilit prej jush i është shkruar vendi në xhehenem ose vendi në xhennet. Secili ka të shkruar. Atëherë kanë thënë sahabët atë mbështetemi në këtë shkrim. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Jo, veproni, sepse secilit i mundsohet të veprojë atë që për të cilën është krijuar." Do të thonë prapë duhet njeriu ti gjithmonë të përsërisë këto shkallët e kaderit. Do të thonë dituria, shkrimi, dëshira dhe krijimi. Dhe ky shkrim nuk ndryshon asnjëherë. Shkrimi që është në Lauhul Mahfuz. Mirëpo ka çështje që ndryshojnë te shkrimi tjetër i kaderit. Për shembull, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "La yaruddu al-qada'a illa ad-du'a." Do të thënë nuk e ndryshon caktimin asgjë përveç se lutjes. Do të thënë lutja e ndryshon caktimin. Dhe sqarimi i dietarëve është se caktimi që është në Lauhul Mahfuz nuk ndryshon asnjëherë, sepse aty është dituria e Allahut. Kurse caktimi të cilin Allahu ja ka shpallur me laikeve është që e shkruajnë ata nëse nuk ishte lutur si do të kishte qenë përfundimi. Dhe kur lutet, atëherë e fshin atë dhe e shkruajnë përfundimin, do të thënë për cilin është lutur. Edhe gjithashtu ka thënë la yazidu fil umri illa al-birr. Do të thënë jetën e zgjat bamirësia ose bamirësia ndaj prindërve e bën njeriu, do të thënë që të ketë jetë më të gjatë. Do të thënë jeta e saktë dhe momenti i vdekjes është shkruar në Lauhul Mahfuz. Dhe me lajkeve u është thënë të shkruajnë, do thotë nëse nuk e kish bërë këtë bamirësi sa do të kish jetu,
dhe ta shkruajnë për secilën bamirësi sa i zgjatet jeta atij. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kushdo që ti zgjerohet furnizimi dhe ti zgjatet jeta, atëherë le ti mbaj lidhjet familjare. Pra kjo është kuptimi i ajetit yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Do të thënë Allahu fshin dhe përforcon çka do ai. Do të thënë në shkrimin e melaikeve. Wa indahu ummul kitab, kurse tek Allahu është baza e librit, do të thënë Lauhul Mahfuz, që nuk ndryshon asgjë. Dhe për këtë shkak njeriu nuk i lejohet të argumentojë me caktimin e Allahut për bërjen e mëkateve. Nuk i lejohet të argumentojë dhe të thotë se këtë mëkat, do të thonë nuk duhet dënohem sepse kështu ka qenë caktimi i Allahut, sepse njeriu ka vullnet lirë, edhe siç thon dietarët, nëse një njeri bën krime, i bën padrejtësi dikujt ose i vjedh ose e vret dikën, edhe kur të merret që të dënohet, argumenton me caktimin e Allahut. Nëse këtij njeriu i bëhet një dëm, edhe ai nuk do ta kishte pranuar argumentimin me caktimin e Allahut. Dhe kjo është kontradikt, kundërthënie. Dhe kundërthënia është argument se ajo nuk është e vërtetë. Do të thënë, kur një gjë është kontradiktore, do të thonë se nuk është e vërtetë. Prandaj, do thotë njeriu ka vullnet të lirë që të zgjedh, por nuk del prej diturisë së Allahut subhanahu wa taala. Prandaj nuk lejohet të argumentoj me caktimin e Allahut, por lejohet të argumentoj me caktimin e Allahut për ndodhit që i ndodhin, që nuk janë të këndshme për ta. Do të thënë, nëse i humb pasuria ose i vjen smundja ose sulmohet në, do të thënë, derin e tij, flitet për ta, ose i vdes dikush i dashur e kështu me radhë, atëherë argumenton me caktimin e Allahut. Dhe në lidhje me mëkatin, lejohet të argumentoj nëse është penduar dhe është pastruar edhe nga këtë keqardhje për atë që ka kaluar, e ngushëllon veten, do të thënë, me caktimin e Allahut subhanahu wa taala, nëse është penduar. Por nuk lejohet të arsyetohet për ta justifikuar gabimin. Kjo shkurtimisht, do të thënë, përfundimi është se njeriu duhet e ka obligim të domosdoshëm të besojë në këto 6 shtylla, dhe këto janë themele dhe rrënjë të fesë. Nëse nuk i beson këto, nuk ka fe, dhe nëse nuk i beson të gjitha, do të thënë, nëse mohon njërin prej këtyre, atëherë është si mohimi i të gjitha të tjerave, dhe ai njeri është i dal krejtësisht prej fesë. Pra nuk qëndron feja përveç se me besimin në këto 6 shtylla. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillah.